edhe që ndalë 400 dëshmitar. Ato hiç mos e me udhëtutje. Që kjo është ideja jonë. Po ende nuk e kuptoj kush pa knatësia krenarit me. Shumë se më ka marrë vesh ata vetë. Knatësia jam është me shqetësimin e hiperbolizuar, artificial që Rusia e ka ble gjykatën speciale, Serbia e ka ble gjykatën speciale. Me bumi dënu këta Serbia tash ka me marr Kosovën, ka me shkatru NATO-n. A ke përcjell procesin? Ka me shkatru NATO-n, ka me marr Serbia Kosovën, ka me shpollu që të janë terroriste, Serbia ka më shpollë e mirë, Rusia e ka blikit Evropën, e ka blikit Amerikën, që shtu po fëllë? Talava politikin e të fëllë. Talava po fëllë. Kur një teme, interpretime, ma falidhje në studios s'kom një të bëse sonte. Kur që ka për thot që Rusia e ka ble Rusia, e ka ble Serbia, jo bia ja ka që dokumente, ata s'kan dokumente, nuk kanë ata shërbime inteligente, veç e është bia, nuk bia, apo na vjeti nime të dokumente se na s'kima s'ka një amor, na s'dina forgjo, që na vjeti nime të dokumente, na këshyrin bojna t'i shka, edhe dënujna UÇK-n, e dënujna NATO-n, e kthejna Kosovën Serbi, edhe e kryna punën. Që shtu po Kur kthehesh mbrapa pa shpesonte, duhesh me shpenzu një lior, me u kthy me qyre edhe një herë debatit. Se kërkush këtë të fjallë që e ka thut dikur kush që ka përmend sonte. Çka kemi thonë na, këtë diçka i vjen krenar që fjallë tjera që shtu ju dini që tonë me fjallë tjera që shtu. Jo, me fjallë tjera. E ka ble Serbia gjykatën speciale, e ka ble Rusia gjykatën speciale, nuk ka posta kur farë dëshmi, vish bia i ka furnizu me dëshmi, ju e një të thonë. A e ki përcjell të përfëndim dojtja, a përcjell? Diso. Në qato disa fjallë që e njive ti, a e njive ti një provë edhe një dëshmi që ty mundet me din 1% që këta kanë kry një krenë. A e njive ti që da? është e vërtet që nuk e kom një mirë, qa kom një mirë, është që ka thonë na nuk kërkujna me dënu shtapin e përgjithshëm. Deri vonu të mbetu në për studio, po dojnë me dënu UÇK-n shtapin e përgjithshëm. A di shka e të volti? Po ata nuk mundin dhe me dash me dënu, sepse ata i kanë akuzuar këta 4 njerëz, bashkë me ta tjerë që